Rrugët dëshmorët të Lirisë dhe Mit Sokoli janë dy nga rrugët që gjenden në afërsi të Spitalit të Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakov. Në këtë rrugë gjatë gjithë kohës shihen makina të parkuara vend e pa vend, shumë shpesh duke mos e respektuar edhe rregullin e ndalimit. Kjo situatë po e vështirëson qarkullimin e këmbësorëve, ndërsa autoambulancat, që duhet të kenë prioritet të pakontestueshëm, hasin në pengesat e vazhdueshme gjatë intervenimeve urgjente. Në këtë zonë ndodhen barnatore, laborator, ordinanca të ndryshme dhe vetë spitali, pra një zonë ku çdo minutë mund të jetë jetik për pacientët. Si shkak i parkimit të automjeteve në vende të palejuara, shumë shpesh këmbësorët detyrohen të ecin në rrugë, duke rrezikuar sigurinë e tyre. Ndërsa shërbimet emergjente humbin kohë të çmuar për shkak të mungesës së respektimit të hapësirave publike. Edhe pse janë zona të frekuentuara shumë, qytetarët prapa kamerës deklarohen se ngasësit e automjeteve duhet të jenë më të kujdesshëm.